Lidhja Demokratike e Kosovës ka rikonfirmuar qëndrimin e saj se nuk do të mbështesin votimin pra e një rast se ka lëvizjave të vendosje një kandidat të propozuar për kryetar të kuvendit dhe thanë se nuk kanë marrëveshje me partitë opozitare. Këtë qëndrim e ripërsëriti ajo që këtu prezantua si shefe e re e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, deputetja e zgjedhur Hikmete Bajrami, të cilën e prezantoi si shefe të grupit kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdiqiku dhe tregoi para gazetarëve se ajo do të jetë udhëhecse e re, shefe e re e grupit parlamentar të kësaj partie. Paraprakisht kanë hyrë në sallën e kuvendit edhe deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës në mënyrë të organizuar, po ashtu kanë hyrë në sallë të kuvendit edhe deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës si dhe ata të nismës Social-Demokratët të Kosovës. Në ambientet e kuvendit janë parë tek sa hynë dhe në drejtim të sallës, nuk e di nëse janë në hapësirën e paraparë për mysafir ende apo kanë lëvizur ambasadorët Aivo Ora, që është shef i zyrës së Bashkimit Evropian këtu në Kosovë, si dhe ambasadori gjerman Jorn Rode.